Agroni, iq nuk më shkoj më dhe, iq nuk të pash. Po iq. Nuk më pe. Sa më fute frikën, Agron. Nuk të prisja. Që kemi? Je holluar shumë kote fundit dhe nuk qo do të. Ashtu, ë? Në profil njerë kështu pasyrë. Që kemi si ke qenë? Mirë, si ke qenë ti? Më thuaj tani kisha problemi ke, sepse realisht do të vazhdoj spektaklin. Po iq kështu kotë vërdal dole njerë kështu. O, zotri, më fal. Në qoftë se do hysh apo do dalësh në skena vetëm me urdhin dhe lejen time. Qartë? Sepse shef këtu në këtë punë jam unë. Ja, mëre. Po, mërë, po. Që nge bërë shef kështu, Jam apo jo? Urdo. E mërë vesh. Një minut, mos flisni para kohë. E djetë të di... Sa mbush mundin si shef? Po, digjoj e njërti. Bota tha është e mbushur plot me shefa. Që krekosen edhe ngrem bishtin. Ne spionët e thjesht diku kështu në për hierim. E pastaj? Gati të fusim gishtin. Me të ngecur që në ka. Me të ngecur. Me të lutem, mund të vazhdojsh tani ja të lumt, je bre publikun për të qeshur, vazhdojmë tani programin, ti nuk e di se çfarë ka. Një sekund. Sa të se çka ka e di më mirë se ty unë. Ti e njeh situatën, a? Sigurisht që e njeh. Po çfarë ka sipas teje? Do më thuaj. Po ja çikë gjini do na vi. Jo, ja futet kot. Që dim pse. Tani është Ramadani. E kuptoj, do me thënë Ramadani gjini, ke shumë të drejtë. E di ka. Po sigurisht. Ja një moderator i ri. Faleminderit. Hajde me mua, hajde.